5 njerëz që duhet t'i largosh nga jeta jote. Në 1. Përdoruesin. Ata të duan vetëm për aq kohë sa kanë përfitim nga ti. Kur nuk u jep më atë që kërkojnë, zhduken pa u kthyer pas. Në 2. Ankuesin. Do ta vjedh qetësinë tënde duke u ankuar vazhdimisht për të njëjtat gjëra, pa bërë asgjë për të ndryshuar. Në 3. Manipuluesin. Të bën të ndihesh fajtor, ndërsa vetë nuk pranon kurrë përgjegjësi. Manipulimi i tij shkon aq larg sa në fund fillon të besosh se faji është i yti. Në 4. Konkurruesi. Mund të thotë se ta do të mirën, por nuk dëshiron kurrë të shohë më lart se vetja e tij. Në 5. Abuzuesin. Abuzon me faljen, besimin dhe besnikërinë tënde. Çfarë do që t'i japësh nuk do t'i mjaftoj. Vlerën e qetësisë do ta kuptosh vetëm pasi këto 5 persona të mos jenë më pjesë e jetës tënde.